Ne si kryeqytet edhe këtë vit kemi filluar shumë më herët që përgatitemi për sezonën e verës. Edhe pse paralajmërimet në nivel global janë që do kemi të nxehtë, më të nxehtë se ndoshta si vitin e kaluar, po më të nxehtë se vitin e kaluar. Nuk kemi ende ndonjë të them informatë zyrtare apo parashikim zyrtar nga Instituti Meteorologjik, po flasim në terma global, marr parasysh edhe efektin e El Niños edhe paralajmërime tjera që bën nivel global. Ne vetëm se para 2 javë kemi marrë takimin e parë të grupit punues për përgatitjet për sezonën e verës, ku kanë qenë të pranishëm të gjitha institucionet që janë të një direkte apo indirekte të ndërlidhura me përgatitjet, pra Brigadën Profesionale e Zjarfikësve, Policinë e Kryeqytetit, emergjencat mjekësore, Drejtorinë e Shërbimeve Publike, Drejtorinë time të Sigurisë dhe Emergjenca, dhe kemi filluar që të përgatisim planin përgatitor, planin operativ, se si t'i qasemi kësaj problematike. Baza për planifikim është viti kaluar, pra në aspektin se sa raste kemi pas numër të madh të rasteve, jo vetëm në kryeqytet, po edhe në pjesë tjera të Kosovës kemi pas numër të madh të zjarreve fushore dhe pyjore, dhe në këtë bazë kemi filluar që të bëjmë përgatitjet edhe në aspektin e personelit, aspektin e pajisjeve dhe aspektin e planifikimeve se si dhe ku dhe si do t'i qasemi kësaj problematike. Shpresojmë që nuk do të kemi rastin e përsëritur për vitin e kaluar, por prapë po them sipas parashikimeve pritet që të ketë më të nxehtë, po marr parasysh edhe nëse nuk ka më të nxehtë dhe nuk kemi probleme të tjera, ne do të jemi gatshëm për të ofruar ndihmë qytetarëve kryesisht pra sa i përket sezonit të verës, marr parasysh edhe fluksin e madh që do të kemi edhe nga diaspora, po edhe nga qytetarët që frekuentojnë çdo ditë në kryeqytet. Po ekipet e emergjencave mjekësore do të jenë prapë të vendosura sipas nevojës në sheshet e kryeqytetit, po ashtu edhe Brigadat Profesionale e Zjarfikësve do të jetë aty ku ka nevojë edhe për shpërndarjen e ujit, por edhe Policia e Kosovës do të shtojë masat edhe të patrullimit edhe ndihmës, dhe po ashtu do të krijojmë, do të kemi edhe ekipe rezervë, harrova të përmend që në këtë takim kanë qenë edhe brigada edhe shoqata vullnetare e Zjarfikësve dhe shpëtimit që kryeqyteti ka kriju vitin e kaluar, pra të gjitha kapacitetet që i kemi angazhuar dhe çdo institucion i ka ndërmarrë dhe duke ndërmarrë pra planifikimet dhe duke marrë hapat që sa më të përgatitur të presim sezonin e verës. Sa i përket Brigadës Profesionale të Zjarfikësve, të gjitha të them pajisjet i kanë, mjetet i kanë. Ne kemi marrë edhe një donacion në muajin e kaluar afro 8 ton të një produkti të ri Trident, shkum speciale që është për fikjen e zjarrit. Këtë javë do të vije edhe kamion i ri sulmues, që është blerë nga drejtoria ime, pra një blerë afro 350.000 euro, është që do të jetë për Brigadën Profesionale të Zjarfikësve, dhe me këtë normal që edhe rritin kapacitetet dhe shton kapacitetet, dhe kemi kriju, pra do të thonë kam kërkuar edhe nga komandanti i brigadës që ti mobilizoj sipas nevojës të gjithë pjesëtarët e brigadës dhe që ti menaxhojnë në mënyrë sa më të mirë burimet njerëzore që i ka për brenda brigadës. Me ngritjen e temperaturave, ngritjen e këto zjarret fushore malore që siç i quajmë ne ose zjarret të hapura, si zakonisht duke u bazuar edhe në vitet paraprake, Brigada Profesionale e Zjarfikësve përgatitet për këtë sezon gjatë me kohë. Unë do ta ceki se me datën 28/5 që kemi pas edhe një mbledhje të thirrur nga drejtoria për siguri dhe emergjenca, e kryesuar nga drejtori i saj, do të thotë zotëri Lulzia Fushtica, ku i ka thirrur gjitha organet ose shtyllat e sigurisë, që janë policia, ne edhe urgjenca, edhe kemi bërë do të thotë ato koordinimet edhe jemi do të thotë gatshëm edhe për këtë sezon të përballem me këto raste.
Sa i përket pajisjeve, do thotë ne si brigatë nuk mund të themi se qëndrojmë keq, qëndrojmë mirë, po sa i përket natyrisht që kuptohet që çdo herë ka do thotë vend ose për mirësim të pajisjeve janë mirë se ardha çdo herë. Sa i përket stafit, edhe në vitin e kaluar kemi marrë do thotë staf të ri, një numër do thotë prej 30 zjarfikësve. Disa për tyne një 4 apo 5 zjarfikës kanë lëshu punën, qëndrojmë më mirë. Nëse e bojmë atë krahasime me vitet paraprake, para vitit 2025, po ka prapë mungesë stafit nëse ju referohemi do të vlerësimit të rrezikut ose edhe kriterit siç është 1500 banor në zjarfikës, atëherë jemi do të thotë në mungesë të stafit sa duhet jetë, se dikon në bazë banorëve do të kryeqytet dikon edhe një 50 zjarfikës jemi do të në mungesë. Vështirësitë ekzistojnë gjithë, edhe në vitin e kaluar ka pas vështirësi, sidomos do të thotë në terrene të papërshtatshme, po ndoshta edhe në ato orarët kur ndodhin në ato orarët ose terminet të menjëhershme zjarret, ku paraqitet kërkesa do thotë pe qytetarëve që të dalmin në ndihmë, ku rrezikon edhe ata, edhe pasuria e tyre edhe ata drejt për drejti, atëherë ndoshta te na është sado që do të kish staf, është pak problem edhe të ndosh prioritetet, ose nëse vetë qytetarë nuk ndërmarrin edhe masa për zjarret fillestare, do thotë të fillojnë të fikin ose të parandalojnë, atëherë është e pamundshme ku më di çfarë stafi me pas, çfarë teknike për me dal gjithë në ndihmë ose kërkesave tyne për me dal në kohë. Se përket do thotë unë do të bëj edhe një apel se tash me ngritjen e temperaturave dhe pas një kohë do të vinë edhe kjo fushata e korrioshire. Unë kisha me bën një apel për gjithë qytetarët, në veçanti për bujqit, që mos ta konsiderojnë këtë menaxhimin e tokës ose menaxhimin e mbetjeve të mbas korrioshirjes, se pe konsiderojnë do thotë si lehtësim me dhëzjet tyre. Aja mas pari është e dëmshme për vetë trollin, çdo mikroorganizëm e shkatron, po është e dëmshme edhe për ambientin, po paraqet edhe rrezik të përgjithshëm, po i del për kontroll masane, po në momentin që po i del për kontroll, po na thrasin edhe neve, kështu që ndoshta ajo puna më e madhe që e nxjerr për zjarfikësit, në veçanti për rrezikun e përgjithshëm, është nga bujqit e këtyre pronave. Por pas një kohë po bëhet edhe prerja e maleve, masane edhe ndezja tyne, kështu që unë kisha me bën një apel që qytetarët të jenë vigjilentë këtë punë. Mos përdorin zjarr, do thotë nuk ka nevojë. Veç është me ligj edhe është e sankcionuar.